qëllimi Kurtit ke me fut familjen Jashari në momentin e fundit, në fazën e fundit shkatërimit institucional të Kosovës, ku familja Jashari e merr një farë pjesë të përgjegjësisë së konfirmimit të autonomisë. Po më reagoni se Berisha vadu ne kumë spjegu Republikën e Tretë Kurtit, në vetë ja kja bazin. Dhe ja bazin, që shdo këtë Republika e Tretë Kurtit? Institucionet të cilat e përbëjnë demokracinë, rendin kushtetues në Kosovë sot janë jo funksionale, zero. Dhe po tregohet në rastin e presidentit, kur përzgjedhja e presidentit është që kaq e errët, edhe që kaq e rrezikshme sepse qëllimi Kurtit ke me fut familjen Jashari në momentin e fundit, në fazën e fundit shkatërimit institucional të Kosovës, edhe me ndo në një farë forme përgjegjësinë e me mbështjell gjithë diskursin publik. Ky ka qenë qëllimi Kurtit me shti familjen Jashari? Pse me shti familjen Jashari? Që realisht me thonë që ne e bëm një republikë të retë, sepse erdhë situata kur u desht me pranu asociacionin, autonomi e Ohrit, marrëveshjen e Ohrit, edhe me kriju një situatë ku familja Jashari e merr një farë pjesë të përgjegjësisë së konfirmimit të autonomisë. Autoriteti, unë mendoj që nëse ka pas akt të dytë mas sakrificës sublime të familjes Jashari, edhe të komandantit legjendar, ka qenë vendimi tash i fundit i familjes Jashari që të mos përzihet në baltën politike cilën e ka kriju Kurti. Se familjen Jashari Albin Kurti më shef nga sankcioni, më shef mastimi, me kredibilitet, apo mi përdor për çështjen e nëshimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila pikret ekspertëve, njësve, përpiruzet kushtetutës e kanë quajtur sikur autonomi. Nuk shpëton Kurti politikisht, nuk mundet me shpëtu kur vjen edhe pikturohet para qytetarëve të Kosovës ajo që ka nënshkruar në Ohër edhe që është marrë vesh në Bruksel. Edhe njerë, familja Jashari ka dash më shit milion kom të Arushës nga zoti Kurti? Absolutisht, me marrë përgjithësinë, nuk me quajnë kom të Arushës, po m'ia hedh përgjithësinë familjes Jashari edhe kushdo që do përfshihej për atë se çfarë pret në fazën e ardhshme Republikën e Kosovës. Zoti Abazi, unë pak e kam nashta të vështirë, nashta për shkak të nis ndjenjave të mia patriotike, të nis prej asaj se cili prej nesh kemi përveç ndjenjë kemi emocion ndaj familjes Jashari, fal tyne kemi pas sensibilizimin, fal tyne kemi pas mobilizimin, fal tyne kemi pas motivin, fal tyne se dhe kemi shtetin. Qysh unë është më mbinë që zoti Kurti, dikush që ka vujt në burze, dikush që të nkon ka propagu bashkim kombëtar, patriotizëm, shqiptarizmën, me tentu me njellos edhe familjen më të madhe, familjen më të ndershme të Kosovës, familjen historitë Kosovës. Është historia e Kosovës nuk ka kuptim pa familjen Jashari, qysh më është më mbinë që Albin Kurti, me zi to, ka shku deri këtu, s'po muj me besu, zoti Abazi, s'pe kontestoj opinionit tonë, qysh më është më mbinë që Albin Kurti ka shpirt, ka zemër, një shqiptar, me tentu dështimin politik me mshej mas familjes Jashari. E sidomos autonominë dhe marrëveshjen e Ohrit. Nëse nuk jeni bind deri tani me listën e gjatë njerëzve, të familjeve të rëndësishme, të personaliteteve të rëndësishme të politike, të historisë të Kosovës, atëherë du të me ndodhë për mu bindju. Po unë po thëmë që fatmirësia, madhështia e familjes Jashari është ajo që doli edhe tha, jo, nuk përzihemi në këtë baltë politike. Nuk përzihemi familja Jashari? Absolutisht. Unë jem shumë i bindur që fjalimi edhe deklarata e intervista e shkurt e zotit Murat Jashari e ka tregu komplet korpusin e një farë balte politike në cilën ata nuk duhen e sharoj djetë voksi, shumë mirë e sharoj njërë taksative, sigurisht që kjo është çështje jashtëzakonisht e ndjeshme, po mandej edhe bekimi e moj, me fjalorin më të diplomatik të mundshëm për të drejt për drejt, e sqaroj pse nuk mundet askush me fut kreditin e madh, që është pak edhe si fjalë, si kredit, që ka familja Jashari me fut në balë politike. E ki parasysh... Tash dësh më mbindi ke vëllu, sa që pa shpirt është Albin Kurtit, që s'ka pak munges emocione dhe ndjenjës, ose do më thonë, vetëm familje cila ka syndru mbi palë, mbi politikën, ka syndru mbi shqiptar, kërë të mbi shqiptar për flasë mbi konfeksionet fetare, mbi ndasin, mbi polemikat, me fut në këtë vala... Unë nuk e vënojnë në pikpytje, po që po të flasim... Unë e vënojnë pikpytje, për shumë. Po, deri me 28 dhjetor, kur u caktu data e zgjedhjeve,
Vjosa Osmani ishte njeriu më i rëndësishëm për Kurthin. Albin Kurti, po. A ishte? Po. Edhe në momentin kur realizoi objektivën e vet për 28 dhjetor, ja ktheu Ke më nalë të kisa ka ndodhë raportin. Jo, po, shumë e rëndësishme. Më mbin për familjen Ashari, avas. Nuk ka për secilin njeri, për secilin vlerë në këtë vend, Kurti as nuk e ka gojlen minimale, brengosjen se si shkatrohet ajo. Mos harroni. Qasit fatër si njeri, 6 vite, qasit fatër shpirtnisht emocionalisht. 6 vite në pushtet, Zoti Kurti? çështja Astrid Deharit sot nuk është as 1 milimetër e lëvizur në drejt qartësisë çka ka ndodhur aty. 6 vite mbrapa. Ajo është gjak i derdhur, është jetë e humbur. Asnjë kauz, absolutisht asnjë kauz për cilën kanë vdek njerëz, për cilët janë mobilizu aktivista televizës vendosje, jenë rritë në rrugë të i kundërshtu atisarin, demarkacionin, privatizimin e distribucionit energjisë elektrike. Nuk janë ata në vendosje, zoti Abazi. Nuk janë ata, kanë mjetë 1, 2. Nuk janë. Po pikërisht, kush i ka shkel ato kauza? Kush ka shkel mbi ata njerëz? Kush ka shkel mbi ndjersën e aktivistave? Një moment spajtohesh politikisht, po te Albini Jo, nuk është për spajtueshmëri. Një argument pak ma të fortë në fond që Albini ka dashur me përli familjen Ashari me qëllim për shkak të çështjes së autonomisë, ose konkretisht marrëveshjes sonë. Në vazhdim me sy Zaid Nic, çka ka sy dikur zoti Kurti. Fidan, nuk kam njëjtin qendrim, s'kam një muaj më vonë kur ishin pastru llogarit se kush e merr përgjegjësinë për ato çfarë ndodh në Kosovë, e që